Ashtu gjë. E respekt për xhamatin si po na përcjellin, na gjatë këta xhamati kanë prit hoxhën me na ardh, me na legjeru, edhe është tema e qëllume, respekt për xhamatin si po vinë. Duhet mi dal komentën, deri hoxha deri sa ta kryje ligjeratën, mandej inshallah me pyetje edhe josh nuk të ta zgjat me edhe shumë. Hoxha, fjala është për ty të fadal bëjra hoxha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahun e falënderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë, salate dhe selamet e përzemërt mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qofshin. Të nderuar dëgjues edhe shikues, ndjekës dhe përcjellës, kudo që jeni edhe na ndiqni, na përcjellni, na ndëgjoni, para se të i themi disa fjalë, është e udhës që ju përshëndes nga shpirti dhe nga zemra me fjalën Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi ju. Pra, për sonte kemi të bëjmë me një temë e cila është temë jashtëzakonisht e madhe dhe e rëndësishme. Unë mendoj se pas besimit në Allahun Azza wa Jall, automatikisht vjen që kjo temë në radhë. Pra, ilaçi i zemrës në devotshmëri. Pra, çish me shnuar zemrën me devotshmëri? Çka me i qu zemrës që zemra më kone shëndosh? Është një libër e Ibn al-Qayyim al-Jauzit, Allah e pas mëshiruan. Është një libër tjetër e Ahmed Raid e Qaimin, i cilët flasin për zemrën. Edhe Allah subhanahu wa taala zemrën e ka dalë në 3 grupe: e shtosh, e smut edhe e vdekur. Kështu që këto tema thash edhe më herët që janë shumë të gjana. Mirë po, çdo kush i lip ilaç. Në rast kur smut zemra ose kur vdes zemra, çfarë ilaçi na duhet me i dhënë? Për ata, para se të himne të kjo, duhet ta shpjegojmë se zemra e do ilaçin kryesor me okon të kollëk. Devotshmëri. Nëse në zemër nuk je i devotshëm, nuk ke devotshmëri, ti kote ke. Sepse ajo devotshmëria është ilaçi kryesor i cili e shëron zemrën. Nëse zemër nuk ka devotshmëri, ajo zemër është e smut, ose e vdekur. Ose e smut, ose e vdekur. Mirë, para se me thonë këtë, çka është, çka në kuptojmë fjalën devotshmëri? Pra fjala devotshmëri në zemër do me thonë që ti me pasën mes teje dhe Zotit mbrojtje e cila të mbron nga hidhrimi i Allahut. Pra kjo është zemra, ilaçi kryesor i zemrës, që ti ndash me pasën zemrën e shëndosh, duhesh me i bën vetës mbrojtje mes teje dhe Zotit nga hidhrimi i Allahut. Për shembull, ndoshta mua zemra ma anon me shku pak ka e keqja. Ndoshta mua nefsi ma anon me shku ka e keqja. Mirë po, me zemrës dhe Zotit duhet me nu një perde, e cila e keqja që më çon për ka e keqja duhet me ndërprejt. Sepse nëse baj unë gjëra cilët nuk ja prishin nefsit tem, pra e hidhroj Allahun dhe e pajtoj nefsin, atëherë unë jam në zemër i smut. Pra zemra e shëndosh është që mes teje dhe Zotit një gjë e cila të mbron nga hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra ta Ibn Rejebi e ka shpjeguar këtë thotë, dhe vendi original i tekvallëkut është që ti me bo mes teje dhe Zotit, me e bo atë shka e do Zoti dhe me undalu nga ajo shka nuk e do Zoti.
Pra kështu e ka shpjeguar Ibn Rexhepi. Edhe një hapë përsëris. Pra Ibn Rexhepi thotë që origjina e tekuallokut është që me bë ti mes teje dhe Zotit, pra me bë vepra që i do Zoti dhe me u ndaluar nga gjëra që nuk i do Zoti. Pra kjo është ajo ilaçi kryesor i cili e shëron zemrën. Nëse ti zemrës tënde ja çon ilaçin e mirë me i bë punë e mira për Allah dhe mu largu nga punë e këqija për Allah. Këtu ka shumë dallim. Pra unë e bëj një punë për Allah. Kam shpërblim. Ama unë nuk e bëj një punë për Allah. Për shembull, namazin e fali për Allah. A kam shpërblim? Po. Unë namazin nuk e lëm për Allah. Prap kam shpërblim. Unë zina nuk e bëj për Allah. Kam mundësi me bo, po se bëj për Allah. Unë nuk vjedhi për Allah. Pra, gjërat me i bo për Allah edhe gjërat mos me i bo për Allah. E kjo është ajo ka ti nëse e shfrytëzon që këtë kod, atëherë në zemrën tënde është një kod i cili të lidh mes teje dhe Zotit dhe dëshmon që zemra jote është e shtrosh. Pra që kjo është ilaçi, që me i bo punë, edhe një përsi, me i bo punë për Allah dhe me ju largu punëve për Allah, me i bo halalin për hir të Allahut dhe me ju largu haramin për hir të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Ibn al-Qayyim thotë që tekuallukut është edhe në tri gjëra. Një, me e bo një vepër për hir të Allahut, me pas iman dhe shpresë. Çka është fjala iman dhe shpresë? Pra iman në Allahun që e bëjmë ne për shembull, e fali namazin për Allahun. Kjo është imani. Po shpresa, unë shpresoj tek Allahu që me këtë namaz e arri kënaqësinë e Allahut. E me kënaqësinë e Allahut, Allah nëse është i kënaqur me shpërblimet e veta. Çka janë shpërblimet e Allahut? Me të gradu me xhenet. Shpërblimi i Allahut me të pështu nga xhenemi. Pra kjo është devotshmëri, kjo është ilaç, që i cili e shnosh zemrën. Se bota sot ka nevojë për shërim me shëru zemrat. Bota sot kam rrim parë sa dush, kam rrim bukuri sa dush, luks kam rrim sa dush, pozita kam rrim sa dush, këtë kam rrim, mirë po zemrat i ka bosh. Pse? Sepse i ka hub ilaçi apo i ka hub kodi i cili e çon deri te shërimi i zemrës. Pra, e para kokë që ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah thotë me vepru një vepër për hir të Allahut me besim dhe shpresë. E dyta thotë është që atë punë që e bën me e bën që unë kam besim te Allah se një ditë kam e gjithë kësh problem. Dhe e treta unë me pas frikë nëse se bëj. Për shembull, yed'una rabbahum khawfan wa tama'a. Që to vllazni është shumë e rëndësishme që kjo, se te ehlu sunneti na dallomi ehlu sunneti se jemi të bazuar në Kur'an dhe në Sunet. Për shembull, ehlu sunneti thojnë, unë e lutje Allahun. Unë e bëj ibadet Allahut. Se Allah më ka urdhëruar me e fal namazin. Me këtë namaz shpresoj razinë e Allahut, po shpresoj tek Allah njëkohësisht edhe çka. Unë shpresoj tek Allah me më shpërbli Allah për këtë punë që e bëj, në dunjë dhe në ahiret. Ndërsa qërë thojnë kështu, dervishët thojnë kështu, dervishët thojnë o Zot. Pra na e lutem Allah se është i gjithfuqishmi, i gjithmëshirshmi, i fuqiploti xhel xhelaluhu. Me shpresë tek Allah xhenetin dhe me frikë prej Allah nga xhenemi. Se Allahu qish e ka zbukuru xhenetin, që shtu e ka botë ashtë për xhenemin. E tash, dervishët çka thojnë? Dervishët thojnë, o Zot, unë të luti tije se je Zot. Unë nuk të luti tije pse kam shpresë për xhenet apo tuta për xhenemit. Por të luti pse je Zot dhe meriton adhurimin. Kjo në gabim, dervishët kusht. Pra unë e luti Allahun me emrat e ti të bukura dhe cilësit e ti të larta, se unë edhe e du Allahun, ama dhe i tutëm Allahut. Unë edhe adhuroj Zotin, edhe e du Zotin, edhe i tutë Zotin. Ato thënë jo, ne adhurojmë Zotin, ama pse më qënë Zotin në xhenet, pse më qënë Zotin në xhenem, atë gali se kam. Jo, unë e kam atë gali se i tutë xhenemit runa Zot. Po njëkohësisht unë shpresoj te xheneti i Allahut Azza wa Jall. Pra, tri gjëra Ibn Qayyim i ka thonë kështu, ndërsa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mas mirë e komenton, i cili thotë el muttaquna, njerëzit e devotshëm janë ata të cilët kanë kujdes nga frika e Allahut, nga dënimi i Allahut
edhe për ata thot ju largohen harameve. Për shembull, Allah subhanahu wa taala na ka ndaluar neve vjedhjen. Allah na ka ndaluar punë amorale. Allah na ka ndaluar punë alkoolin. Edhe na zguxojmë ju afruan. Edhe pse ndoshta të janë nefsi jon, si njerëz si krijesa lakmojnë të një gjë të tillë. Mirë, po kur e dim që Zoti na dënon, në atëherë ata na i largojmë. Pra, kështu ehlus sunneti e kuptojnë mirë këtë çështje. Ndërsa Ibn Mesudi kur e ka komentuar këtë fjalën ittaqullaha haqqa tuqatihi, thot fjalën e Allahut kur e komenton, keni frikë Zotin me një frikë të plotët. Çka është është frika e plot? Bëni mirë, çka është frikë respekti ndaj Allahut? Frikë respekti ndaj Allahut superior është që Allah mu respektu dhe mos me u kundërshtu, o yudhkuru fala, pra edhe mu përmendën dhe mos mu harru, mu falendëru dhe mos mu muhu. Përsërisë një herë. Pra, Ibn Mesudi kur e ka shpjeguar ajetin kuranor për çështjen e tekvallëkut, e cila tekvallëku është ilaçi kryesor i zemrës. Pra, e para është me u respektua Allahu dhe mos mu mohuan. E dyta është Allahu me u falendruan dhe mos me u kundërshtuan. Dhe e treta është që Allahu të falendrohet për të mirat dhe mos mu guan përbuz ndaj Allahut. Pra, që kjo është ai tekvallëku superior. Pra, Allahu kur ta çon një urdhër për me e fal namazit e respekton. Për shembull, nesër sabah është namazi i sabat, apo? Ne duhet të qohemi bismillah edhe pse na flihet të natët e fllagyshme të mira të këndshme, jastiku i nxehtë edhe jorgoni i mirë, kur vjen koha në 5-5-15 apo në 6 sa thirr sabah i varet i vendit, pra edhe pse ai vendi është i mirë, unë e respektoj Allahun dhe nuk e kundërshtoj. Unë e përmendja Allahun kur nuk e nga goja nuk e largoj. Po një kohë e falendroj Allahun për të mirë që kam i ka dhënë. Pra kjo është tekvallëk, kjo është ilaç kryesor i zemrës. Ndërsa Abdullah ibn Omer ibn Abdulaziz thot, lejse taqwa. Those ne thot e kuptojmë që tekvallëku nuk është që me fal shumë namaz edhe me fal shumë me bë shumë agjërim. As me bë agjërim ditën e me bë namaz natës. E as me përsi njërën me tjetërën. Por thot tekvallëku ndaj Allahut është thot me ju largu harameve dhe me i kry obligimet e Allahut që Allah i ka bo obligative. Pra, që kjo punë është haram, unë e di që është haram edhe pik, unë ta e baj prej frikë respektit, edhe ja kam frikën Zotit edhe respektin Allahut. Pra, kjo është tekvallëku superior, kjo është ilaçi i cili e shëron zemrën, e largon zemrën nga çdo mëdyshje, nga çdo dyshim, nga çdo shtypje, nga çdo labilitet. Pra, ne me vendosmëri e respektojmë Allahun dhe kur t'ja mbjell me zemrës tonë, kur t'ja japmi këtë ilaç, zemra jonë atëherë qetësohet dhe përshohet. Pse? Sepse Allahu në çetër ajet kuranor thot, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. Pra ti kur vazhdimisht e ke në zemër Allahun, namaz, jashtë namazit, në shtëpi, në punë, në rrugë, atje, këtu, pra vazhdimisht zemra jote çka bëhet? Ajo veç adaptohet me këtë ilaç. Pra ilaçi kryesor i zemrës kush ka? Tekvallëku e kështu me radhë. Pra ta ndërsa ndëruar. Këtë e ka rëndësi të madhe. Këtë rëndësi të madhe të tekvallëkut Allahu subhanahu wa taala e ka cekë shumë vende në Kur'an. Allahu e ka cekë shumë vende në Kur'an. Pra Allah e ka treguar rëndësinë e tekvallëkut shumë. Një prej tyre ajetin e parë Allah shka thot në Kur'an, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Pra fjalët ittaqullaha është shumë e cekme në Kur'an. Thot Allah zotët, ne thot i kena porositën ata të cilët ishin idhtarët e librit, çka ishin para juve, pra gjenerat çka kanë qenë më herët. Thot wa iyyakum, edhe juve çka me bon? Pra me pas frikën Zotit. Wallahi në këtë ajet me pas ko isha vanuar çdo në 2 orë. Çka thot kjo ajet? Pra këtu na le me kuptuar ajetin kuranor ku Allahu më çetë ajet suratul Bayyina thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa."
Thot krejt ato më herët që kanë qenë para juve. Pra popujt e Musait, popujt e Ibrahimit, popullit, krejt popujt më herët që kanë qenë. Pra krejt të popuj, pejt e Ademi a.s. Tërë të Muhamedi s.a.s. jemi konë të urdhëruar vetëm një urdhë. Çka është jo? Illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Me adhuru Allahun azza wa jall me sinqeritet të plot. Me adhuru Allahun me sinqeritet të plot. Pra në ela lillahi dinul khalis. Te Allah është vetëm një fe. Pra ata unë pak qëtu një gabim madh kur po thëjnë disa nësojnë se hoxhallar. Tash po i pak të kritika se pa i kritiku pak unë së rrirat. Çka thëjnë të fe qiellore? O tokmak, nuk ka fe qiellore. Feja Allahut është një. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. Faman ibtagha ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. E vetmja fe tek Allahu është e pranuar kush? Vetëm Islami. Kush i përmbat një fe tjetër jashtë Islamit, nuk i pranohet atij. Pra këto to kanë qenë musliman, pyte Ademi a.s. Çka fjala musliman? Më një dërzu Allahut. E përshti, qysh fe qiellore, duhet pja pranon ti, ata që kanë krizu, kinse kanë krizu Isaun, apo ata qertë me Muson, apo, jo, s'ka fe qiellore. Fe qiellore vetëm një, ajo është besimi në Allahun dhe respektimi pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Se këto po din më bësh shumë të afër me zvete, ti bashkojmë fet, nuk ka bashkim feve, ka vetëm një fe, jeni beson e Allahun vetëm një, atëherë ne bashkohemi. Pse? Kështu Allah po thot, nuk ka. Allah është një, i pashoqt. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah është i vetmi, i pashoqt, s'ka lind, as nuk vdes, as kërkoni se ka lindën, as kërkush se përngjet atina xhalla xhelaluhu. Pikardhën të fe qiellore. Nuk ka këto të se nësë pranuan. Pra ata, Allah porositi tha, neve, gjenatat e tona, edhe ato shka e konë maherët, një porosie kanë, shka e kanë pasë, ani tekullah. Qka ka fjallat tekullëk? Fjallat tekullëk është me ju largu harameve, ose me ju largu ndaleseve, dhe me i zbatun urdhëresat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e tha vasijetin e fundit, këshillën e fundit, porosin e fundit, çka tha? Usikum bit taqwallah. Ju lodhët porosi emanet, ja u lodhët ju e taqwa ndaj Allahut. Pra me e pas frikë respekt ndaj Allahut, me e adhuru Allahun, me respektu Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra kjo ishte e dyta. E treta thot, rëndësi e tekuallëkit, se tekuallëkit thamë koka ajo ilaçi kryesor i zemrës, thot e treta thot është që krejt pejgamberët e Allahut azza wa jall, e kanë pasur këtë mision. Çka ka qenë misioni i tyre? Kadhaba qawmu Nuhin al-mursalin, idh qala lahum akhuhum ala tattaqun. Populli i Nuhit i përgjështruan pejgamberët e Allahut. Edhe Nuhi a.s. ka thënë, jo, as ka një frikën Zotit ta? Pra, krejt popull, këtë pejgamberët, këtë dhe bet Adun e l-Murselin, idh kalem e huhum hudën e latët të kun. Pra dhe Adi a.s. i ka thonën, popullit dhe, o popullim, o ju vllazët e mi, as e keni frikën Zotit ta? Pra përshef, frikë respektit e gjithë popullit, po ashtu dhe populli i Saliut, populli i Lutit, populli i Shuaibit, populli i Musës, krejt këto e kanë pas një mision. Cili ka qenë misioni? Misioni i tyre ka qenë wama umiru illa liya'budullaha. Pra, nuk kanë qenë të udhëruar kush krejt popujt për vetëm një mision. Cili është ai? Liya'budullah, me adhuru Allahun të vetmin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk kam kriju as e gjino e as njerëz vetëm se çka me bën për një qëllim. Çka është qëllimi? Me i bën Allahut ibadet, u kri kjo mesele. Pra kur e kemi na këtë bindje, zemra e jon qetësohet, zemra e jon shërohet, zemra e jon ngjallet, sepse arabët e kanë një proverb shumë të mirë. Një poet arab thot: "En-nasu niyamun idha matun tabahu." Njerëzit janë në vdekje, njerëzit janë në xhum kur vdesin zgjohen, që atëherë shef vetë se shka bona, ama është vonë, se zemrat e tyne i kanë qitë nga flet, i kanë qitë në humbje, janë mashtruar së dunjoje,
Janë mashtruar se do janë mendoj se komedit satët janë në momenti kur vdesin e shohin që ka bun, a më kthim të mbrapa s'ka. Nuk ka më kthim të mbrapa. Pra ata janë raste të mira që ne mos t'i humbi këto raste përdesa jemi këtë dunjë të i zgjojmë zemrat e tona, të i vetëdijsojmë zemrat e tona, të i shërojmë zemrat e tona me tekuallëk ndaj Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala me rahmetin e vet inshallah Allahu e bën khair. Pra ata Allahu azza wa jall pra dha që të urdhër ndaj tekuallëkut çka tha për me i shtu thot shtoni thot gjëra që i nevojitën. Kush të nevojitën më shumë? Tekuallëku. Se me tekuallëk ti e bën adhurimin. 700 namaze, jo 5 namaze. 700 namaze mi bën ditë. Nëse ti nuk i ban ato namaz me frikë respekt, me tekuallëk kot e ki o musliman. Nëse ti jep zeqat, jo 2.5%, edhe 250% me dhonë ti zeqat, nëse se ki bon për hir të Allahut, ta di se e ki kot. Pra ta Allah thë Kur'an, o të zawadu fe inne khejre zadi tekua, o të kuni, la ilaha illallah. Pra ka ti këthesh ajetet po këthihen dhe po silën rrëth tekuallëkët. Çka po thot Allah në Kur'an? Pa jisunin me gjëra që i nevojitën për rrugë dhe djeni, dhe pa jisa më e mirë, pa jisa wa khairu zadi, pa jisa më e mirë për ju kush është? E taqwa. Wa khairu zadi taqwa, fa inna khairu zadi taqwa. Wa taquni, pra dy herë ka përsit Allah thot. Prandaj keni frikë prej meje o njerëz të mençur. Pra nëse je i mençur duhet me pas frikë respektit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra ata Allah azza wa jall e ceki këtë çështje dhe e boni si stoli. Pra tekuallëku është stoli i njerëzve të devotshëm. Ku Allah azza wa jalla ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Pra të tekuallëku po kthehemi na. Pra të tekuallëku, se çike tekuallëku e peshron zemrën. Na them, temën e kimi çish me shtuar zemrën. Zemra jona është e shtuar. Asi e smut. Çish me shtuarshën? Me tekuallëk. Me tekuallëk. Pra ala inna awliya Allah. Pra ato miqt e Allahut azza wa jall, dashamirët e Allahut kush janë? Pra ato thot s'ka as frikë as respekt. Po kush janë këto? Ata thot alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët kanë besuar në Zotin dhe janë qenë të devotshëm. Kanë pas frikë respekt Allahun. Pa ato më po miki Allahut? Po. A do me shëru zemrën tënde? Po. A do me pasi zemrën të shtuash? Po. Çka me bon? Banu tekua. Tekuallëkun, ama bane për Allah. Jo të shpia mu konën luan, në rrugë, jo, të shpia mu konë shejtan, në rrugë mu konë me lache. A ki po disa vllazni, Allah i në përmiso keve, të shpijet e veta janë të egrë, janë të ashpër, janë të toftë. Kur dalin në rruga jo ku i e vllavidashën, që i e vllavidashën, na udhubila kjo munafik. Kjo munafiklëk, mashtrim. Pra të shpia gje, e ha ashtin, ju apit gjakin familjes vetë, prindve vetë, gryjes vetë, fëmijëve vetë, kur del të xhamia thu, mashallah, s'ka me këta. Edhe njerëzit habitën dhe qysh mora dhe filoni, pasha Allah me emra njof, pasha Allah me emra njof, njëherë pa të nëbon të motra kërkes të gryja jeme, ankes, thunje be hoqës dhe të fole pak se burat për na rejnë të shpia, au dhu billa, për rejnë, a për qatë person, unë e kisha lën kryt për ata që shto popullin fjallë të urtë. Pra, të xhamia, mashallah, të shpia kuku Allah. Jo, tekuallëku është njerë të shpia tani jashtë. Se tekuallëku është solisja e mbrëmshme mes teje dhe Zotit. Nëse ti s'je i sinqert me Allahun, mos po bani sinqert me njerëzit. Kjo kot nuk vjen Allah, se herë të kur Allahu ta shplon fytyrën tënde. Allahu azza wa jalla të demaskon. Allahu azza wa jalla të zhvesh nga munafiklluku. Shpesh unë kam thënë, po e them edhe sonte, edhe pse se pata ndërmend me thon, po janë pe cekim. Allahu, ma në menë që të definicion, një lutem, Allahu nuk ja merë kur kujna shpirtin pa ja zbuluan realitetin. Ata përsesë njerë, Allahu nuk ja merë as kuj shpirtin pa ja zhvesh të shërë realitetin tina. Për shembull, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, akon Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Ki Abdullah ibn Ubej ibn Seluli akon munafik, se që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kretari munafikve. Mirë po pasët e shpallat munafik, qka u bo? Kë njëri ishte i devotshëm.
Qoj ke salavatën bi pejgamberin që më thënë pandal, ja Rasulullah, unë e ti e du shumë, ja Rasulullah, unë pa ti e sërri, ja Rasulullah, unë kështu një. Allahu Azza wa Jall e ka ditë që jam munafik. Edhe e pru momentin Allahu ja zbuloj dyftyrsinë atina. Po mos e kishte, gone mirë së është, ajo bërthama e muhabetit, po mos e kishte zbulu Allahu dyftyrsinë atina, nesët Abdullah ibn Ubej ibn Seluli do thëshmi radiallahu anhu. Pse? Se kishte vdekur si sahabe. Mirë po Allahu para vdekjes e zbuloi realitetin e tina. Pra Allahu nuk ta merr shpirtin pa ta zbulu realitetin. A kuptum? Allahu nuk ta merr shpirtin pa ta zbulu realitetin. Pra ata du të bukon i sinqert me Allahun. E kundër të kësajna, ka shumë njerëz që nuk paraqiten. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kjo është ka domethënë që kjo është tekuallëk. Një prej gjeneratëve të mëhershme, Zejnul Abidin e ka pasur në vllazni. Ky njeri ja ka devotshëm shumë. Allah i na bëj sigura ja Rabbul Alamin. Kur kush nuk e ka ditë devotshmërinë e tina, kur kush e ka ditë devotshmërinë e tina, edhe ki e ka pas, e kishte pas, s'ka tregu kush se ka ditën, e kishte pas shprehi natën, masi të bje terri i plot, me i morën do farë, si ditë që thënë shqip, po të nejtën duqi, ato shka mushën me malë, që shka më bëjt përbara më herët. Edhe i shpas pas shprehi ki, me marë malë, edhe me i mushën plot, edhe me i shpërnda në për këto të vafurit dhe skamnorët. Edhe kush se ka ditën? Skamnorët e kanë ditë se natën vjen dikushi, e le ushqimin të djera, edhe këto e kanë ditën, që në saba kur qomë ushqimja të djera. Edhe mas i kohës Zejnul Abidini vdes. Kur vdes Zejnul Abidini, morin me la gjenazën. Kur ja kanë la pas vdekjes, pra Allahu qish ja zbulon munafikut dyftyrsin, Allahu të sinqertit ja zbulon sinceritetin. Edhe kur morin me elajten, e shofin të kratë që tu, kur i ka bajt ato në shpinë, ato zjonët, i ka pas kretë mëvi edhe i ka pas rrullta. Pi plagëve shka pirancis ka i ka bajten. Edhe ja ka la gjenazën. Pas disa ditve, fillun të varfurit me thonën, na u nalën ndimët, s'pëna me be ndima më kukush, që atëherë u vërtetu se që të ndima natën i pas ka pas shpërdojtë Zejnul Abidini. Pra kjo e devotshmëri, jo devotshmëri ti e merë 10 erë sho, edhe para kamerës, edhe me shkutin shpjet i fukaraj, me thonë qetë që 10 erë për t'i buvimim na. Jo, të lutëm, nëse e bane me devotshmëri ndaj Allahut dhe pritë shpërblimin pe Allahut, jo për njerëzve. Kjo është smuje në veti nëse ti mundosh me e bon një pun, qka nuk është për hir të Allahut. Kjo është smundje. Qka me bon? Shëroni këtë smundje. Qka me shëron? Me devotshmëri. Po thamë se temën e akimit e qysh ilaçi i cili e shëron zemrën. Pra ilaçi kryesor koka mu kon i sinqert me Allahun. Nash namasin, nash agjërimin, nash zeqatin, nash haxhin, nash umrën, nash sadakajn, nash qalën e mirë, nash kejta, vallahi dhe billahi nëse nuk i ban për hir të Allahut, Allah s'shon bereqet. Pasha Allahun, nëse i thua për hir të Allahut, Allah zogjel ka me dhënën, bereqeti ka ty se kujton. Ma mirë jepe 1 euro për hir të Allahut, mos ta din kurkush, se 100 euro dhe me të pak e dynjoja. Ma mirë fali 2 recate, mos ta din kurkushi, se më fal 10 notën e me dik e dynjoja. E ki pa disa njerëz, vallahi be që fjala i ra, ai fjala i sira, pa i thotë që i ra fjala edhe filonit i ndihmova. O ti e kallzove mo, ti e hupe sinqeritetin. Ti e hupe punën që e ki po për hitë Allahot. E pa e po për me të liftu njerëzit. Pra, le duhet të i shërojmë zemrat e tona nga syje farsia, sepse syje farsia ko ka smuje e zemrës. Te kuallëku, devotshmëria, është ilaç i zemrës. Kush do me shtor zemrën, le ta shëron vetëm se me devotshmëri e kështu me radhë. Pra ta Allah Azza wa Jall i ka urdhëruar muslimanët, që ato me zvete me umor me punë të mira dhe punë të mbara, mirë po pa i reklamuan. Çka të Allahu në Kur'an? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Miruni me punë të mira dhe punë të mbara, punë të mira po me tekuallëk. Puna e mira është tekuallëku dhe mos u mirni me punë me gjuna dhe me punë të këqija. Kush janë ato? Dyftërsia, sepse dyftërsia ti gjek sevapët, qysh e gjek zjarmi drunin e kështu me radhë.
Pra ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë vende na porosit neve që ne të kemi devotshmëri. Pra do zemër çnosh, po zemër çnosh po du. Atëherë përmbaju devotshmërisë. Ngoja hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai i përcjellte ushtarët e vet për me të çliru dhe një vend çka i thëke i porosit këtë kebi taqwallah. U porosit që me pas devotshmëri edhe në luftë edhe në xhihad, mu konë të drejt, jo zullumqar, mos prekni pasurinë e njerëzve, mos prekni moralin e njerëzve, mos prekni pleçt ato janë të pamujshëm edhe pse janë fejes tënde, mos prekni atë shumë Muhamedi alayhis salam na urdhëroi që mu konë të devotshëm dhe të respektueshëm edhe pas devotshmëri ndaj kafshëve edhe ndaj rrugës edhe ndaj gjelbrimit, saqë me një hadith pejgamberi alayhis salam ka thënë edhe gjelbrimi më të mos jau dëmtoni. Pse? Se dush mu konë njeri për një me të kua, për një me mu konë i devotshëm. Pra për me pas zemrën e shëndosh, për dashë me konën për një me njeri i shëndosh e kështu me radhë. Pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ittaqila haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që je. Pra fjalë Muhamedi alayhis salam, ittaqila haythu ma kunt. Ke frikë Zotin kudo që je. Wa atbi as-sayyi'at al-hasana. Dhe ndjek e banë të keqen që e ka e mira, shëndroje të keqen e të mirë, të mhuha wa khaliqin nase bi khuluqin hasan. Pra kjo e mira e shtyn të keqen dhe para njerëzve paraqito me një edukat të mirë. Pra bëni njeri i devotshëm, bëni njeri i respektueshëm. Pra shloshe zemrën tënde vetëm me tekuallëk. Unë i cili flas me juve, nëse se kam për hir të Allahut, pasha Allahun, Allah se bereqet. Ju cilët jeni këtu moderator, nëse se bani këtë davet për hir të Allahut, pasha Allahun, Allah se çon bereqet. Ju cilët na ngoni neve aqe, nëse s'na ngoni për hir të Allahut, pasha Allahun, Allah se çon bereqet. Pra bereqeti është devotshmëria. Neve këtu këtë na të buën për shka me arritën kënaqësinë e Allahut. Pra bashkarisht, unë duke fol, ju duke moderuar, ata duke ndëgjuar, krejt na me u konë të devotshëm edhe para Allahut, me dal me një sinqeritet të plot, me një bereqet të punës e Allahu azza wa jall, neve edhe juve, gjithë i modhi Allah të na ruan nga syfarësia, gjithë i modhi Allah zemrat e tona të shëndosh, gjithë i modhi Allah me tekuallëk të na solis, i modhi Zot qështë ta ka bashku këtu në këtë program, i modhi Allah në bashkoft, inshallah, në qendër të Firdaus. Amin, amin, amin. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu min kulli dhanbin, innahu al-ghafur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahi të shpërblev të gja për këtë letërat më nëkollushme, ja ka vlerë me të gjua gja. O gja, pyetja e parë është, a vjen dëshmeria para dijes apo dija para devotshmërisë? Wallahi shejtoni boll a koni ditur po s'ka pas devotshmëri. Edhe pa devotshmëria e çoj shejtoni për të thënë. Pak ilm e shumë edukat. Më mirë është me pas më shumë edukat se dituri, sesa dituri pa edukat. Sepse edukata pa dituri të ngrit, dituria pa edukat të myt. Kaq. Allahi shpërblev të gja. Shkojna me pyetjen e dytë të gja. Ka shumë? Po se dush po të liraj o gja. Hajde vetë shkurt do t'i përgjigja. Jo, s'ban se na kanë nderuar ata. Na kanë nderuar ne na do t'i nderojmë. Ama shkurt do të gjanona se besoni në Allah. Allahun e kam shajt. Po vetë për hatër, bile shoqja edhe është qish për tash jo tash se që 2-3 që më thojnë ata njerëz na respektojnë, na dojnë edhe ne duhet me i dashtën, edhe ne duhet me dëshmuar që na ato i dojna, po për shkak të smundjeve. Megjithatë do të rezistojmë e inshallah Allahu na solis me devotshmëri e Allahu inshallah na bereqet. Veç shkurt. Amin, amin. Allah i të ndihmon të gja. Gja, pyetja e dytë është, plesht ton dikur nuk kishin dije, por ishin me ata devotshëm se ne si ka mundësi o gja. Apo më kupton? Po e kuptoj shumë mirë. Plesht tonë na kena pas një shumë sinqert. Allahu na i dhash neve si
Kështu që Pjauceki një ngjarje e cila ka ndodhur kohën e pejgamberit alayhis salam. La ilaha illallah. Vetë që këta na me kuptuan mjafton për sonte. Erdhi një njeri i katundeve. S'kisht njeri i pa civilizum. I pa civilizum, s'dinte. Edhe nëse keve bërtitja të i tha, në xhamit pejgamberit, kush është tha prej juaj Muhammed? Kështu formë ka bërtitën. Sahabët u qunë, qish po për te pengezonin të para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më tha, jo, lene tha, gjunata. Njeri tha i sinqert, tha njeri tha, se ti, qash ti? Tha, pejgamberi sa më tha, une jam, tha Muhammed. A i tha ti Muhammedi, i vrash shumë i vrasht. Tha, po, tha, une jam, tha Muhammedi. Për hir të Allahit apo të vetje, a i tha ti Muhammedi. Por hirë të Allahit apo të përgjigjet, se të arabët cilësia ma e keqe të arabët akon rejna. Kër i ka thonë për hirë të Allahut, më e ka di që për hirë të Allahit ka bjo përgjigjet. Pejgamberi tha për hirë të Allahit, unë thajmë, tha Muhammedi. Tha para Allahit ka me talip hakun, tha. Shka ka bo, tha Allahit, tha obligim. Tha Allahit ka bo obligim, tha që me adhuru nja, mos me i bo shoq. Mas kësajna, tha. A ka për vrashtë, zdite, nuk ishte i civilizum. Basaj tha shka? Tha mas kësaj da tha namazin. Tha shka ka po pi namazin, tha, i ka po tha farzët, tha, edhe sunetet nëse do. Jo, tha, sunetet jo, tha, se jam plak, tha, se një mojnë men, tha, veç farzët, ma obligimet, ma kresorat. Pejgamberi sa me kanë thënë ma kresorat, farzët e sabajt, 4 farzët e drekës, ti që njës, farzët. Tha se s'muj, tha unë, se një mojnë men. Sab dëshim i thonë, ma ka dalë pëse i me pengameri mos bërtit shto? Pse po bërtet? Edhe në fund tha, wallahi tha që to tha, as nuk kam i paku, as nuk kam i shtuar. Unë që to tha kam i bo me shta, para Allah tha hakin kam me talip se nëse gjërton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse i ka zbatu që to tha kja tha banori gjenetit. Pse? Se ishte i sinqert. Pra s'pat dituri shumë, s'pat devotshmëri ku me disa shumë, po ishte njëri të ku Allah. Ja kish frikën Zotit për një me, edhe u banori gjenetit. Sahabët, të në pejgamberi tha, kur shdon, tha, me e pa një banor të gjenetit, ta këshirë të qëke. Kur vind të aj, sahabët shkëshin u afroshin nga dhe i këshirë dhe që kja është banori gjenetit, se pejgamberi ka garantu për ta se është banori gjenetit. Në me sinceritet, pak dituri, se ka shumë njështë e ki pa, shumë dituri kanë, po s'kan edukat, subhanallah, nuk kanë edep, subhanallah, nuk kanë sinceritet. Allahu azza wa jalla u afshin atin me. Se ku thash pak marrë në fillim, shejtoni, çish ka ditë shejtoni me bë debat me Allahun? Para mendo, shejtoni e ka ditën se vet është i krijuar prej zjarrit, edhe me lakët janë krijuar prej dritës edhe ademi prej baltës. Kush ka mëse këtë dituri? Ai dituri pas shumë, ama sinqeritet s'pat. Edhe Allahu azza wa jalla e mallkoi dhe e bën, domethënë dobi ajo dituria me pa sinceritet e qenë zërë më gjahenimit. Ki sahabia me nuk pa dituri shumë, po pa sinceritet e fitej gjenetin. E këptum? Pra, pleshtet e tanë nuk kanë pasur dituri, po kanë pas sinceritet, kanë pas marre, kanë pas respekt. Allahu ju ka që bereqet. Allah ishë problem, tha që s'po më me thonë që të pyetje në gja, pyetje e treta gja, se deptojnë zemrën tonë me katë të gja. Mëkatja është e dhek zemrën. Është një proverb arabe i cila thotë, iyyaka wa dhunub, fa inna dhunube, rejtu dhunube të mitu l'kulube. Thot, gjunohet i mysin zemrat. Gjunohet i shkatrojnë zemrat. Nëse, në të ardhmen, nëse doni, është atë qka e ceka gjatë ligjerimit, librat e Ibn Qayyimit edhe librat e Ahmed Raif, i cili flet për zemrat. Nëse doni të njerë ju flas për 3 llojet e zemrave. Zemra shëndosh, zemra e smut edhe zemra e vdekur. Jo të regoj shenjet e të 3 zemrave. Wallahi sot gjatë hulumtimeve shifshta, si salat ato shenjet, po unë thash, aty ka dhe diçka për hirtë Allahut, pasha Allahun, as 40% se kam shpjeguar të gjeratës. Pasha Allahun, as 40% se kam shpjeguar.
E tash, nëse doni të njerë, inshallah, mi o spjeguan që me ditë vetën zemra ime a është e shnosh, a është e smut, a është e vdekur. Pra 30 zemrave kimi. Si cëlla zemër i ka shenjet e veta. Si cëlla zemër i ka shenjet e veta. Kështu që mëkatet e mbysin dhe e vdesin zemrën. A ki pa për shumë disa njerëz, kur janë zhytë mëkate shumë, edhe tish sa të dush foli për islam, a i sa shgjegje me të nguën. Sa shgjegje me të nguën. Shkon ndarësëm, 4 orë ngon muzik, 4 orë këtësen hore, bëhet klap ujve që i ndronë këmishët dhe majicët, i ndronë, edhe nuk e ka problem. Nuk e ka problem. Pak 10 minuta si ti folsh për fe, e të e be veç veç fe, Kurani e Zoti, e të në trishtutat, e se Allah i falë. Qështu? Edhe ka përcen. Unë e këshirin gjumo, për shumë, vallahi edhe billahi, special kam bo orë, e jeni në gjami teme, si du një jo që një foto nesër për gjami për mrenda, ati ku në maj ligjirata kam një orë të madhe para vetës. Pse kam një orë të madhe? Se e di se 5 minuta me bo me zgat ligjiratën kejt, di shkam rollen. Ju thash një ditë, ju thash, a di cëllët ligjirata i dëni masun? Ju thash, valla, buk falesht. Thash, a di cëllët ligjirata? Në pikë gjamija plot full, e që mojshtë në hudbe. Thash, ligjiratat më të dashurat e ju thash janë ato më të shkurtat. Më të shkurtat ligjirata. Pra, ma shpejt hoqo, ma shpejt hoqo se kam pun. Qëfar punë e bekije, s'ki be punë ti, po sën pe e duron fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo shive që e zemër është e smunt. A e zemër është e smunt, pra, pse smuën zemrat? Zemrat smuën me mëkate. Zemra e shëndosh edhe kër e ban gjunojnë, pendohet dhe loton dhe thehet. Zemra e smuën gjithë ditën ban mëkate, kur ti folës do me njëhiq. Pse? Aja është smuma, kalba, do dhe janë të vdekur Allah i në rritet. E kështu që zemrat, inshallah, mos une, Fatmir, po drejtona ty tash vëlla, mos une kështu lyp prej dëni hoxhës të folna për llojet e zemrave. Zemra shëndosh, zemra smurt, edhe zemra e vdekur, shenjat e tyre që secili në veten e ta din që çfarë zemre ka. Allah i na i pastron zemrat e na i bën zemrat e shëndosha inshallah. Amin. Agja, edhe pse kam edhe 2-3 pyetje, po s'liroj, agja pelon për që të rere. Jo, përgjigjo aty nëse s'ban, ju him në hak. Jo, një him në hak. Allah i shpërblet, agja. Agja, a ka ndikim magjia në dobësimin e zemrës tone? Kurt, magjia, bani doa këtë, që të shkeni të më dëgju tash, o Allah na ruan nga magjia, ja Rabbal Alamin. Direkte dhe indirekte. Magjia është kancer në trup. Magjia është kancer në trup. Pra, ajo e dobëson edhe ibadetin. Sidomos ata njerëz të cilët kanë mësysh, ose kanë hased, janë smut për hasedit, kjo i dobëson edhe në ibadet. Pra, me sihri e dobëson edhe imonin, e dobëson edhe trupin. Qysh e dobëson shpirtin, qysh e dobëson edhe trupin. Allah i lërit ju magjies. Pra ata, falni namaz sa më shumë, bëni ibadet sa më shumë, bëni dhikr sa më shumë, e Allah inshallah na ruan prej sihrit dhe prej ziliqarëve. Amen, Allahumma amen. Pyetja 5. Hoxha, a e din gjini çka mendon njeriu, apo a e shen vetëm çka vepron njeriu? Unë mendoj se gjini e din vetëm çka vepron njeriu, se mrenda këtu nuk mundet, vetëm i vetëmi është ai çka din mrenda çka ka është Allahu, i cili thotë kur ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur, Allahu e din kur bebza e synit, ku mshilët kanë njëre, kur mshilët edhe çka ka mrenda në to. Ajo vetëm Allahu është çka i din, ndërsa gjini e di çka ti vepron. Ka ti sepse është krijesë, Allah nuk ja ka dhënë atë mundësia me mbrëmsinë time me ditën se çka ka në mbrenda këto. Allah e shpërblet, hoxha. Hoxha, a ka mundësi gjini ka hik, ka njeriu nuk i pengon në namaz, as në dikim të Koranit, apo vetëm jep smuje. Po, ka për atyrin disa e gjinë shka e munafik. Për shumë munafiki nuk e pengon namazi, as nuk e pengon e zoni.
Mirë po, ai i jep smundje dhe i jep probleme. O këton, për shembull, kemi ndo vende, troje shqiptare, në shembull, mrena fshatrave tonë ose mrena qyteteve tonë ka jo besimtar apo. Mi pa jam mësu me ezanin, e në ezanin se pengon, se jam mësu me ta. Mi po, a i ban penges muslimane? Po, ju ban penges muslimane. Qështu është edhe gjini, apëton. Se pengon, adhërimi jotë se pengon atë, mirë po, me kalimin e kohës, nëse ti e ki ibadetin me devotshmëri, me sinceritet të plot, a i s'mundet me qëndru. Me kalimin e kohës, largohet ai. Se në gjenë vetën, për shembull, me thirë tyje me mjekër. Po më një shembull, vllahun Fatimir ose të një vllah qëtër shka janë këto spi shof fotot e tyne, edhe me qëti me një vend ku janë gjahila, ati pijet duhoni, ati pijet rakia, a më nre? Së nre? Se në gje vetën ati. Po qështu edhe gjini se në gje vetën të devotshmëria. Su kur ti shka se në gje vetën të mëkatartë, a i se në gje vetën të njerëzit e devotshëm. Allah është problem të gja. O gja, mund të fshihet gjini dhe mos të ekzistohet gjatë rukjes. Mundet më mshef gjini, ose me hik përkohësisht, thanë të u bo rukja, tani mu këthi me kalimin e kohës, mirë po na nëse i referohemi mirë me devotshmëri ibadeteve. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, men salla al-fajr fa huwa fi dhimmatillah. Kush e fal namazin e sabat është në mbrojtjen e Allahut. Ajeti që ka lexuar gjatë ligjërimit, ku thot Allah i Kur'an, ela inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Miqt e Allahut s'ka frikë për ata e as dëshpërim. Pra, gjini sa do të mshefët, nëse ti je vazhdimisht me namaz sabajt, para namazit sabajt e merr abdesin, apo se ti s'ke namaz pa abdes. Mas abdesit shkon në xhami. Në rrugës për në xhami, çdo hap shka hec ki sevape, çdo hap shka hec ki fshin gjunohe. Kur shkon atje e fal, për shembull për shëndetin e xhamisë së sunetin sabajt, e fal atje farsin, mas sabajt e fal e ban dhikrin, mas dhikrin për shembull mas ikos e ban namazin e duhas, e ban dhikrin e mëngjesit, e ban këto. Ai tenton një kohë me rezistu, mirë po me kalimin e kohës i bëhen bajat. Pra ata unë shpesh që thonë besimtarëve dhe besimtareve, ju lut na bre bani shka bani namazin e sabajt mos e lini asgjë. Me ditë nëse çfarë sevapi dhe çfarë bereqeti ka në namaz sabajt pasha Allahin ka madorës kish me shku në xhami. Ju luta namazin e duhas mos e lini. Ka orë pas të linë dielli një gjysore, 25 minuta gjysore, mos e linë dielli deri para drekës janë një orë. Pra falni namazin e duhas. Wallahi ka shumë bereqet të madh. Nuk mundet me rezistu gjini. Aftëm pse? Se këto janë ibadete shka ati ja thejnë kurrizin. Po para se mi u thi kurrizi Allahut është knasi, para se mi u thi kurrizi i shejtonit apo gjinit, është razia e Allahut. Është razia e Allahut. Mbi gjitha na kemi për pikësinim Allahu arritën qëllimin ose razin e Allahut azza wa jall. E kur të arrit razia e Allahut, ti je në hijen e Allahut, je në mbrojtjen e Allahut. E kur Allah mbron ti shejtoni, çka i bën? Ja thën qafën, se ti je mik i Allahut. Allah i thotë, për miqtë e Allahut s'ka as frikë as dëshpërim. Kështu që unë nuk e kam dert apo mban gjinja diçka as mban gjinje, se fundit ai s'e mban kur çon po vetë s'ka ka shkruajt Allahu. Unë e kam dert apo jam mik i Allahut as jam mik i Allahut. Pra ata unë kërkoj për Allahut miqësi, o Allah, bana një mik, një rob i jot i sinqert. E kur jam rob i jot, atëherë di se ti mbron. Amin. Hoxha dhe pyetje kam. O Nuk është. Hoxha, çka thu për një musliman që ka dije, por s'ka edukat dhe është i egër? Vallahi vrasësia, Allah azza wa jalla i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law kunta faddan ghalidan lanfaddu min hawlik." Po ti shekoni i egër dhe i ashpër dhe i vrasht, do të që largu këtë peteje. Zemër vrasësia nuk është cilësi e besimtarit të sinqert. Unë e ceka gjatë ligjërimit. Ka disa musliman janë të vrasht shumë me familjet e veta, janë të butë të qirt. Jo, butësia më e mirë e jo që është fiks pari mu koni but me prindrit e to, mu koni but me gryën tënde dhe mu koni but me fëmijët e to. Për e para me prindrit, aty në fjalën uf zguzon mja thonën.
mas prindërve, gruaja jote bano i but, ose ti i grua bano e but me burrin tënd. Bano e but me burrin tënd, edhe me fëmijët e to. Pra filloj butësin për të veti, për shkur aja rrethi Pandora shkajtojnë. Për të rrethi ngusht të e gjenu rrethin, apëton. Pra, për të rrethi ngusht, për të vetvetja. Për të vetvetja. Tani me prind, tani me gruan, tani me fëmijët, tani me qertë beran. Ama për të rrethi ngusht, ti mos u ban ti të rrethi i gjoni i but të rrethi ngusht i vrasht. Ti faktikisht po ban kundër tan. Unë s'po them të rrethi i gjona gjë më koni vrasht. Jo, stakfirullah. Po çaj shka është i but dhe i sinqert me familjen vet, është i but dhe i sinqert edhe me qertë. Optan. Kështu që vrasësia nuk është pe dini cili pejgamberi i Allahut koni vrasht kallëm ti mua. Merret a kena për model Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Që ka thënë Allah i Kur'an, wa innaka la ala khuluqin azim. Allah ka bobi ka thënë ti me të vërtet o Muhammed sallallahu alaihi wasallam je me një edukat shumë të lartë. Wallahi me pas kodin ja kisha shpjeguar edhe për edukatën. Sa është mungesa e edukatës të vëllezërve dhe të motrat e tona. Pasha Allah vëllezër dhe motra. Ju e dini se kanë janë mundona me bosh këto rrokje si vazhdinë. A di se një përqindje shumë e madhe të une shka vinë, pasha Allahun nuk vinë krejt për rukje. Pasha Allahun kanë probleme të mëdha. Probleme më të mëdha kanë mrena familjes. Djali si flet nonës, djali i bërtet babës, djali e rren grujen, djali i rre fëmijët, apo si jekën në shtëpi subhanallah. Kur i bajnë rukje s'ka kur gjo, vetëm sa është i vrasht, natyra tina se e vrasht. E po çka po vin muaj namazi jote, çka po vin muaj feja jote o vllai mirë. Se fundit ne për adhurim ja bëjmë Allahut Azza wa Jall. Ama në këtë tokë pas Allahut Azza wa Jall ne duhet të jemi njerëz të respektueshëm. Ai çka është i respektuar me krijesat është i respektuar me krijuesin. Lutem. Çish po do ti më konë i respektuar te krijuesi kur ti me krijesat një katastrofë. Do të thënë hak çka e kemi njëri tjetrit. Në hak çish e kemi Allahut ibadetin borx, tani mas e kemi borx respekti njëri tjetrit. Çfarë muslimoni ti i thua vetës musliman akrina naudhu billah ban 100 zullume. I ban zullum grujes, naudhu billah. Gruaja i ban zullum burrit, naudhu billah. Wallahi kam raste që gruaja i ban zullum burrit, stakfirullah alazim. Edhe gratë janë të bën zullumçare, jo veç burrat. Nashta me respe rren burrin, po i ban zullum me gojë vëllai, ja lëndon familjen. I ka bëu ti trafmi burris asën el shon asën e man. Tani fillon konflikti familjar, po çish fillon? Pra butësia vëllazni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se ku ka prek butësia, ka ardhur mirësia, ku ka ardhur vrasësia, është bon largësia. Pra, butësia ofron, largësia largon. Po ja ofër, bonu i but. Ai shka i but me krijesa është i but me krijues. Krijuesi e don xhelalu e do butësinë, nuk e do vrasësinë. Që thot Aisha radiallahu anha, wallahi thot subhanallahu, ngona ditën e Aishës. Wallahi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq i but, aq i amër ishte në familjen tonë, të ke sa mrena shtëpisë, të ke kanë herë të ke sta i çike mollin si pejgamber. Pse? I afër. Tu bëj gare, tu e dash, tu respektu, tu lujt lojna. Pejgamberi ka lujt lojna. Çish ka lujt lojna? Lojna mëra ka lujtën, mos u vati më shumë i devotshëm këto. Ti gjithë ditën rrin në kafe që lun flipera, kur në të shtëpi tu, ma vetë stafin e madh, se buni jam baba, jam burri. Kush je brati kur jos kur je? Ky pejgamberi që ka lut me Aishën, ma në men këta. Një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam akon Aishën me ujë ka marrë dhe janë lag me ujë. Ai lak, ai hikin nga kjo, ka lut me ujë. Aisha me pejgamberin e kanë urdhën, edhe ka thënë solli peshkona, unë aty janë shkuën. Pejgamberi ka bëu gare me Aishën. Ka bëj gare me Hatiçën, ka bëj gare me gratë e veta. Ako një ambël, ako një afër, nuk ako një vrasht. Çka thot Aisha radhiyallahu anha, wa kana khuluquhu al-Quran. Akhlaku, kultura, edukata e Muhammedit alayhis salam ishte Kur'an. Aisha thot çfarë ditë, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kur'anan yamshi ala al-ard. Ishte një Kur'an i cili ecë mbi tokë. Edhe na dalmi tash bomu ku e di çka që unë kam mësuar një dikim me mjekër, unë jam bon tash filoni, unë tash po rrin xhami, unë po ku është sinqeriteti subhanallahu. Ku e ka marrë Ezen el Abidini tan kohën ka punuar, ka bëj ibadete, ka bëj sadaka, kurse ne ka vritën. Ti xhekën iso fal namaz tash hajde se unë, hey, unë bre, unë shtollani u zonë. Kush je ti? Ti a di kush je? Këshyre piku ke dalën tani këshyre kush je? Kallzoj kush je? Allah i di më mirë. Allah, është problem të o gjë me pyetja e fundit ta. O gjë,
Më bani Allah Cila subhanahu wa është... Nëse A, s'pi- Nëse s'pi pengoj që për një fitu i ka herë. jo, më vesh po fëmira, gja. Allah e kjo gja. A gja, pytja e fundit ata po do me shliru, për sante mjaftan shumë, i mi knaq edhe me tart, edhe me pytjet, alhamdulillah. Allah i na kronë që Ajo. në fjalë. Amin. Cila është më e keqe o gja me kati në publik, apo me kati në vetmi? Vallai babi jam të ditë janë të këshia. Tyjet. Të ditë. Mere njënën biri tjetës. Pejgamberi alayhis salam thotë: Kullu ummeti muafa ila al-mujahirin. Ummeti tim do t'i falin gjitha gjinohat përveç atë që i publikojnë. Mirë po më nëse bëhet bokati në veti edhe pendohet me një rana është ma letë. Se jetë mes teje dhe Zotit. Allah azza wa jalla thon Kur'an kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Thuaj o robërit e mi, ju të cilët i keni kput shpresat tek Allahu, mos i kputi shpresat tek Zoti se Zoti i fal gjitha gjinohat. Nëse je për një shka e pranon që e ki bën një gabim ndaj Allahut dhe ditën e Kiametit, ngone mirë që këtë hadith, dhe me këta për përfundojmë, son të kana konë qëtu kisbet, me që këtë hadith për përfundojnë, hadith shumë i amëla, atë këtë hadith janë të amëla, ama që këtë hadith bujmë kënash shumë, subhanallah. Kjo është hadithi më shpresdhënës të besimtarët. O musliman, ngone që ta pimuë, pash Zotin. Por hirtë Allah një mësone të përmenqë. Ditën e Kiametit, la ilaha illallah. Kaj kena bëgja në këtë gjinoha, Allah i në i falë, ja Rabbi. Allah Zotin, e merë Lukmanin, që s'po thonë për tje, për mu, për thonë. Edhe Allah ka me më thonë mua, o Lukman i biri musliot. E po në filan gjunohin. Ti së në ke marë se tu me thënë, jo kështu jashtë, se si në dunjati, i e para gjellë gjelaluhut. Dhe po, ja Rabbi e bona. Po thot ti u pëndove, po ja Rabbi u pëndove, po e bona, shka të baj, bashtoj shejtoni i malkum. Mirë po thot një të mirë, thot e bone. Shka ja Rabbi? Thot e më shefe, thot. Skallzove kërkujna. Thot po Allah, thot se disa që sukrenoha me gjunojnë që ka e bona. Allah i ka me thot qysh e më shefe ti para krijesave edhe unë sot po ta më shej dhe po ta fali. Pra ata shpesh ju thonë vllaznive edhe motra kur bani të një gjuna, pash Zoti mos kallzoni. Se s'ki bo nomin, gjuna ke bon. S'ke bo burni, gjuna ke bon. Allah i ti ke bo gjuna. Mos Mone me këtë shembol, këtë definicion, këtë definicion, thot, mos e këshirë gjunohi a është i madh apo i vogël, këshire kujna apo i ban gjuna. Edhe njerë të përses, mos e këshirë gjunohi a është i madh apo i vogël, këshire kujna apo i ban gjuna. Allah i të po i ban gjuna. Allah i na i falë që Rabbul Alamin. Pra, ata shka bojnë gjunohi në veti, mos kallëzë promi na kondarë se mi na kronë shtu kësi. Punën shka pa e bon. A që dhe kallë cigara para keve në udhë billah. A bedhe në pifshat virone para më shofin. Ditën e Kiametit, inshallah Allah i ta falë. A që dhe mungon muzike dhe qilë gjomin asaj kerit edhe... O ti, mos i publiko gjunohat. Se përderisa e publikon ta di se nuk të falët. Përderisa e ma mshet, inshallah Allah i na i falë, ja Rabbul Alamin. Allah i na i falë gjunohat e tona, ja Rabbul Alamin. Amin. Nësa ti këtu bëjnë, Allah i na i falët. Sa të muni mani gjuna, s'po thëmë pani gjuna, stakfirullah, por po them që eventuali që i gabojmë dikun, më shef në gjunohin, më le mas teje dhe thotet, në momenti shka ta bëjsh një gjuna, që fali një dyre qate, që fali të një dyre qate, pëndohet të Allahu, inshallah Allah me rahmetin e vetë kamë në i falë gjithë dhe ja Rabbi. Allah, më bëni halal. Allah dhe kia gja, Allah i të shpërpleft. Po hirtë Allah që du gjithve. Nëse kam gabu di shka, kërkoj halal. Po që Kur'an dhe Sunnet. Është Kur'an dhe Sunnet. Nëse e kam qillu me dhuntin e Allahut. Nëse kam gabu nga ignoranca jeme. Akidja e jeme, besimi jam është besimi i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i 4 khulefai rashidinve Ebu Bekr, Omar, Othman dhe Ali, edhe i selefëve të parë. Se gjeneratave të parë, që kjo është akidja jonë. Por nëse kam gabu diçka, o Allah, ta ka bo pi gjehlit, ignorancës teme, jo pi parimeve. Nëse s'di kur gjo vallahi, librat e tona janë Kur'ani, Sunneti, librat e tona janë librat e selefëve. Pi që ati po i mormi ka pak, sikur sa i kroni, po shkojmë ka një gotë ujpit e kroni për e pim. Po nëse në ta
shtihim bedën i zallë, dën i guri, dën i bërllok, ajo gabimi jonë. Ama qëndrimi jonë është atë çka kanë pas partë tonë. Allah i me tonë bashkë në xhenet e Firdaus. Amin, Hoxha. Hoxha, s'po di qa me thonë, po të kisha pon gatë, një përqafim ta kisha dhonë, Allah në mundësush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, shpirtat janë ushtria e Allahut të cilat qarkullojnë mes vete. Nëse jemi taku kur po ndu për hir të Allahut, e inshallah Allahu na bashkon në të fitos ya Rabbi. Amin, Hoxha, amin, Allahumma, amin. Allah i të shpërblet. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ju gjithë inshallah. Selam aleikum. Amin, Hoxha. Selamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Veç të largojmë Hoxha, mirë dole vetë. Gjumat ishte kënaqësi Hoxhën me patë këtu në live.